12 tetori është i 12 komunave të LDK. Qytetarët e Prishtinës dhanë një mesazh të fortë e të qartë. Ne duam zhvillim, vizion dhe transformim në një qytet metropolitan. LDK konfirmon se ka fituar, prind dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra 12 tetori është i 12 komunave të LDK-s. LDK sonte shpall fitoren në raund të parë në këto komuna. Në Istok shpallin fitoren në raund të parë, në Lipjan shpallin fitoren në raund të parë dhe në Junik shpallin fitoren në raund të parë. Urojmë kryetarët e tashëm dhe tashëm të këtyre komunave për këto fitore, urojmë Ilir Feratin në Istok, urojmë Imri Ahmetin në Lipjan dhe urojmë Rushdi Shehun në Junik. Ky fundit natyrisht me vota të Mërgatës. Afër këtij urimi, shumë afër këtij urimi, jemi edhe për Gazmend Muhaxherin, i cili është afër të përfundoj garën që në raund të parë. Me vota në Kosovë, LDK sipas votave të numëruara nga komisionerët dhe bashkëpunëtorët, në pej është rreth 49%. Presim që me votat e Mërgatës në pej, ky prag të kalojë lehtësisht mbi 50%. E kur jemi të kryetarët e tashëm dhe të ardhshëm, në veçanti urojmë fituesin e garës kryesore në këto zgjedhje, urojmë përparim Ramën. Në Prishtinë, pas 12 vitesh, LDK është parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Pra pas 12 vitesh, LDK-ja ka jetë si parti e parë edhe për komunal. Dhe ky kthim i yni, i madh në kryeqytet, është shenjë e një pune të madhe të përparimit të lidhjes demokratike të Kosovës, është një shenjë e forcimit vërtet të LDK-s. Me mbi 70% të votave të numëruara nga komisionerët tonë në Prishtinë, përparim Rama dhe LDK kanë rreth 36%, Harullah Sheku nga VV ka 32%, Uran Ismaili nga PDK ka 26%. Sot u vërtetua se projektet e mëdha dhe programi ynë për transformimin e Prishtinës kanë marrë jo vetëm mbështetje, por edhe legitimitetin e plot për 4 vitet që vinë. Kemi fillu besimin tuaj për punën e ndershme, për përkushtimin e palodhur dhe për vizionin që kemi ndërtu bashkë gjatë tyre 4 viteve, plot sfida, blokada dhe pengesa, por edhe me shumë dashni, vullnet e punë të mbaja. Sot, qytetarët e Prishtinës dhanë një mesazh të fortë e të qartë. Ne duam zhvillim, vizion dhe transformim në një qytet metropolitan. E gjithë e dim që Prishtina është zemra e Kosovës. Është motori i zhvillimit në çdo fush dhe si e tillë duhet të jetë edhe frymëzimi dhe fokusi i secilës qeverisje qendrore. Le të reflektojmë e bashkëpunojmë jo për të kaluarën, por për të ardhmen e fëmijëve tonë. Për një kryeqytet që rritet me dinjitet, me dashuri dhe me një vizion të qartë. Prishtina po transformohet dhe askush nuk mund ta ndalë. Me entuziazëm e përkushtim dhe dashni do të vazhdojmë të dëshmojmë se rruga jonë për një Prishtinë transformuese është rruga e vetme e mirë për të gjithë qytetarët tonë.